Erkin Veseli, hafizi 10 vjeçar nga Shkupi. Unë jam kam krenar që jam bo hafizi më i ri nga Shkupi dhe në Ballkan. Dhe jam dje shumë mirë. Momentin vendimtar o kanën kur ja kum nis rjefshëm me lezu Kuranin në moshën 8 vjeçare. Sigurisht prindrit kanë qenë vështirësia ime më e madhe që unë të bëm një hafiz i Kuranit. Për 2 vite rresht, unë në ditë ka 2 ose 3 orë kum lexue për me arrit këtë qëllim. Ndër surët cilët kam pas më shumë vështirësi është surja El-Waqi'a, po unë kom vendosur se kam mësu edhe me lenin Allah të mësova. Ndërsa surën që kam qef kështu me këndu çdo herë është surja Ali Imran. ilaha illa huwal azizul hakim. Shokët e klasës më kanë mirë fritur shumë mirë në shkollë se janë kanë të gëzuar që unë jam bërë hafiz. Mësimi i hifzit nuk është pengesë me qenë i suksesshëm në shkollë, sepse me dëshirë me punë i arrin të dijet.